opinionin publik, se si do të duhet ishte edhe për palët politike që duhet, palët vendimarrësin, që duhet marrin vendim, hodej. Unë përkundër respektit madh që kam për profesorin, jo gjithmonë është pajtona me vendimarrin që kanë marrë. Nuk e di në vitin 2014, a ka qenë profa vendimarrës në atë rastin, s'ke qenë, a? Jo. Nuk keni qenë kryeziu, apo nuk keni qenë në panel? Jo. Për ata do me thonë që tash edhe po ma jep edhe të argumentin shtesë, në vazhdimësi kam qenë të kritik, mendoj që të këtë strumbullarin e këtyne paqarësive dhe këto krizave, fatkeqësisht mendoj që i ka kontribuar gjykata kushtetuese në vendimin e vitit 2014, që po na vazhdojnë edhe tani ti kemi tani. Dhe në këtë drejtim, gjykata kushtetuese derisa sipas mendimit 2014 vetë ka kriju këtë situatë, tani duhet të jap zgjidhje, megjithëse nuk është a priori kjo krizë juridike sesa më shumë krizë politike, duhet të jap zgjidhje derisa është adresuar nga organet përkatëse, nga palët e autorizuara që janë të thirrura në këtë drejtim, nuk e ka dhënë një përgjigje të qartë në këtë drejtim. Pse? Unë mendoj që ka pas ndoshta diskrepanca aty apo nuk ka pas pajtim, dhe ka pas pajtim për një gjuhë të tillë, në mënyrë që të jepet mundësisë deputetëve që të gjejnë kompromisin të ulën dhe në kohë të frymës së këtij vendimi të votojnë. Po e ka lënë këtë paqartësinë në lidhje me votimin e fshet apo të hapur. Logjika, analogjia të çon të ajo që tha edhe profa, sepse edhe vetë votimi kur është duhet të votimi duhet të jetë pa presion, domthon pa presion. I fshet kur të bëhemi, domthon votimi i fshet për mendimin tim është më demokratik. Vendimi është më demokratik, vetimi i fshet. Me demokratik thellë është. Po, është më demokratik. Tani këto në kuadër të zgjedhjes së kryetarit nuk është e parapamur në mënyrë decisive dhe i ka lënë mundësi të interpretimeve të ndryshme. Mendoj gjykata në mënyrë të qartë i lënë të dy mundësitë të votimit. Po ky vendim, interpretimi im lidhet me këtë vendim se si duhet të procedohet, e shoh atë që ja u lën thotë në dorë të deputetëve të kuvendit të vendosin se si të procedojnë me tutje. Ata duhet të vendosin në cilën mënyrë duhen me procedu me votim të fshet apo të hapur. Kështu e sqaron, kështu e lejon. Për juve kush është tani në potezë, në gjuhën e shahut? Këtyre potezë mendoj që potezë normal që më mirë ai që ka marrë iniciativën. Kush është tash? Kush duhet? Ai që ka marrë iniciativën me çun kushtetuesi sepse ti mundesh me normuar. A mund të drejtohen përsëri? Jo, veç pa kushtim, ti me vetë faktin që shkon i drejtohet kushtetuesit, sa ti e bën pyetjen, e bën pa dinë ose kërkesën tonë në aft formën që don me marrë një përgjigje. Do të thonë, a kanë qenë në avantazh ose ti na kanë, për shembull, i kisha uzu vetë vendosin me shkuar dhe me formulu kërkesën në mënyrë më ndryshe. Po në mënyrë më ndryshe me formulua dhe me marrë që ata që ka po donë. Domani ka pas një rrezik të madh vetë vendosje sepse kërkesa ka shkuar nga opozita dhe është formuluar se tu në atë mënyrë që qysh ju ka përshtat ose qysh mendojnë ata që duhet të jepet zgjidhja. Gjykata kushtetuese këtu mendoj nuk i ka kënaqur të gjithë, po e ka dhënë interpretim ashtu që është përfundimtar, na muj me dhënë argumente, mos u pajtu, po është një vendim gjyqësor i tillë që ka, do me thonë, jep kogja zgjidhje, po nuk jep një zgjidhje të tërën, çka unë kalon e kom ceka në postim, do më nuk ka dhënë zgjidhje çka nëse nuk e respektojnë afatin 30 ditor që në mënyrë shprehimore disa herë thot duhet, edhe bën interpretimin e shellë të anglishtes ku e pata balla aty që thot nuk lën të hapësirë a mundesh ajo, po duhet të votoni, duhesh me qenë me votu. Po një të nuk je pasojë, sikur me rastin e zgjedhjes së presidentit kur thotë duhet me votu, e në anën tjetër thotë duhet jenë 2/3 të pranishëm për mos zgjedhur. Domethënë çka kur nuk rrin. Duhet është dashur të jep përgjigje edhe në këto raste çka nëse nuk rrin. Nëse eventualisht konsumohet afati 30 ditor dhe nuk zgjidhet kryetari i parlamentit, do mendoj që janë dy situata të ndryshme. Presidentja dhe apo edhe prap deputetët kanë të drejtë ti drejtohen gjykatës kushtetuese, sepse në seancën për themelimin e konstituimit të kuvendit, gjykata kushtetuese ka konsideruar si një akt kushtetues që ende s'ka përfunduar dhe nëse vazhdon kështu, vazhdon ende i pa përfunduar dhe mundën prapë me ndoshta më thirr me kërkuar mas 30 dite se çfarë zgjidhje me dhënë gjykata kushtetuese apo dhe presidenti si po autorizuar, më shpresoj shumë që nuk do të duhej të kishte nevojë që të mos të konstruojë kuvendi. Edhe besoj shumë që ti thirrin mendjes të gjithë deputetët sepse është
është e pa logjikshme dhe është shumë interesant çysh jemi